Instituti Shqiptar për Gjeopolitik ka organizuar në Shkodër një konferencë me temë Roli shqiptarëve në rrethana gjeopolitike në një perspektivë të re në administratën Trump. Sekretari i Institutit Shqiptar për Gjeopolitik tha se në fokus të konferencës janë vendimet e administratës Trump në funksion të politikave afatgjata në rajonin tonë. Tema boshtë e kësaj konferencë është roli i shqiptarëve në rrethanat aktuale gjeopolitike në një perspektivë të re në administratën Trump. Për t'i paraqitur, situatën aktuale të shqiptarëve në rajonin e Ballkanit, në tërësinë tonë, në mënyrë që dalin rekomandime, konkluzione se si të veprohet matutje dy qeveri tona, duke i përfshirë edhe shqiptarët në gjitha territoret ku jetojnë, si në Malzinë, Maqedoninë, në Serbinë, në Kosova lindore, por pa i përjashtuar edhe diasporën. Ne pak a shumë që merremi me studime, si institut, me studime gjeopolitike, ne mund të nxjerrim disa ide, disa mendime se si janë apo si cilësohen veprimet e administratës Trump në funksion të realizimit të politikave strategjike afatgjate të Shtetit Amerikan, por njëkohësisht edhe rreth përcaktimit trendit të ri botëror, që ndërlidhet me fuqitë e tjera të mëdha, siç është në këtë rast Rusia, Kina dhe disa superfuqi rajonale siç është Turqia dhe Shtetet e Bashkimit Evropian. Konferenca u organizua në bibliotekën e Universitetit të Shkodrës.